Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ardhur pranë jush dhe për të sjellur tek ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj tek një histori e bukur dashurie, tek një histori shumë interesante që në fakt nisi që në Big Brother, por në Big Brother VIP Kosova ishin në mëdyshje, por në momentin që dolën jashtë, do me thënë i dhanë mundësi njëri tjetrit, historia e tyre mori krejtësisht një kuptim tjetër. Tani, thonë që dashuria e vërtet, përpos që është në ditët e bukura triumfuse, ajo ka, do me thënë, vend të veçantë edhe në ditët e vështira dhe pikërisht marrëdhënia e ndërtuar në këtë rast, do me thënë, mes Elionës edhe Klodit, na tregoj edhe një herë se në ditët më të rënda, në ditët më të vështira, dashuria e ka kuptimin e veçantë. Eliona këto ditë ka kaluar ditë të rënda emocionale, ju e dini shumë bukur që në familjen e Elionës jo që erdhën gjërat fatmirësisht të lumtura, por fatkeqësisht erdhën gjërat të tmerrshme, do me thënë e humbi xhaxhain, mungesa e nënës, motrës e bënte Elionën që gjithmonë të ishte e dhimbshme dhe këto ditë një pllakë përkujtimore për nënën dhe motrën e saj e bëri Elionën që të jetë edhe më e dhimbsur. Por, siç duket, dashuria që merr nga Klodi, vëmendja që merr nga Klodi dhe respekti që merr nga Klodi e bën Elionën që të jetë e fokusuar në lumturinë e saj. Shoh fatkeqësisht sa komente të egra kundërdrejt Elionës, duke e akuzuar që Eliona u bë sebepi që Klodi u nda nga një lidhje që e kishte më herët. Tani, Klodi për lidhjen e tij në Big Brother ka folur shumë pak. Unë mendoj që në qoftë se një djalë nuk dëshiron që të ketë marrëdhënie me një vajzë, sa do që të jetë dëshira asaj vajze, sa do që të jetë qëllimi asaj vajze, nuk arrihet dot që t'ja merr zemrën një djalit. Unë mendoj që edhe Klodi ishte më pro marrëdhënies që të ndërton një histori, një marrëdhënie me një vajzë shqiptare. Jam i bindur që Klodi ndjesit për Elionën i ka patur që në Big Brother, sepse ato të dy filluan të kenë shumë afrimitet, kishte net që edhe ndanin shikime të veçanta nga krevati, mbanin duart e njëri tjetrit, do me thënë, nuk ishte kjo një marrëdhënie që lindi me njëherë pas Big Brotherit. Ndjesit u krijuan që në Big Brother, por mendoj që Klodi dëshironte ta respektonte në këtë rast edhe atë dashurinë, atë marrëdhënien që e kishte jashtë shtëpisë së Big Brotherit, ku unë në fakt e shoh një ndarje me shumë edukat dhe një ndarje shumë njerëzore. Nuk më duke që Eliona është arsyeja pse Klodi ka përjetuar këtë ndarje apo ka përjetuar këtë krisje. Dua të marr mendimin tuaj.